Niveli i dijes të njerit e përcakton nivelin e perceptimit të gjanave. Do të ato që e shohim, ato që mujmë me pa, ato që mujmë me vrejt. Shkenca materiale mbështetet në ato që duhet. Do të më kriju një materje, një x problemi si li trajtohet për me gjithë zgjidhje. Se do ndalami. Dhe fakti parë, observimi parë i pastër është që shqisa tona i observojnë simptomet. Qa do me thonë që do një 1 milion gjana me ndodhë për funi, dhe sa në manifestohet diçka, shfaq diçka që mund me prek, me pa, aha, qëta shë vakti me studiu dhe po studiojmë, pe kryim filan shkollën, pe mbrim filan titullin, pe bojmë filan laboratori studimin, edhe analizat, edhe krejt shkencën që quhet sot që ka një shkencë, edhe eventualisht pe gjëjmë antidotin, ose zgjidhen, ajo që karakterizohet sot zgjidhen në nivel material. Po çka është zgjidhja në nivel material? Në fakt, është një zgjidhje simptomatike. Do me thonë, për herë, do me thonë, është e limitume në 3D ato që na i shohin syt, na e rrok mendje, do me thonë ato që e prekim në nivel material.